Kandidati i vetëshpallur për Bashkinë e Tiranës, Erion Braçe, ka ngritur shqetësime për kryeqytetin në parlament, ndonse nuk ka marrë ende miratimin e kryesocialistit Edi Rama për kandidaturën. Fushatën Braçe e ka nisur si në rrugët e qytetit edhe në parlament. Në një interpelancë në Kuvend ai shpreu shqetësim mbi situatën aktuale të cilësisë së materialeve të ndërtimit, nisur kjo nga ngjarja e fundit ku dogj një pallat në kryeqytet, duke theksuar se ka pasur shumë gabime në ndërtimet e reja dhe se përgjegjësi duhet të japin llogari. Një shtet i tërë i dorëzohet, rreshtohet, se më pëlqen shumë kjo fjala, i rreshtohet vullnetit bamirës të një ndërtuesi dhe harron ta përballë atë me ligjin. Dhe ligji është krejtësisht shumë i qartë në këtë rast. Marsi i lejes, zhvilluesi, pronari i ndërtesës, arkitekti, mbikëqyrësi e të gjithë në këtë radhë janë përgjegjës solidarisht për këtë hall apo për këtë shqetësim. Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi theksoi se tashmë do të ndryshohen një sër aktesh ligjore për të rritur cilësinë e materialeve që përdoren në ndërtim. Për vlerësimin, verifikimin dhe deklarimin e performancës së produkteve të ndërtimit në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Po ashtu parashikon dhe ngritjen e strukturave përgjegjës për certifikimin, vlerësimin teknik dhe mbikëqyrjen e rregullt, me qëllim rritjen e sigurisë. Një tjetër shqetësim që ka ngritur deputeti socialist në parlament është edhe trajtimi i ujrave të zeza në Tiranë. Ai kërkoi që institucionet të veprojnë shpejt për të ndaluar këtë situatë alarmante. Asnjë impiant për punimi ujrash nuk është ndërtuar që të shoqërojë ndërtimet masive në Tiranë. Është e qartë, do vim shumë shpejt në këtë krizë që do të fusë në kolaps gjithë qytetin. Do të cënojë edhe më keq gjendjen aktuale, që është gjithashtu keq, shumë keq. Në mes të saj dua të di çfarë po bëni dhe çfarë mendoni që të bëni. Tirana natyrisht është e gjithëve, po bëhet Shqipëria, siç u thash. Ndërkohë ministri i Infrastrukturës tha se në plan kanë një projekt për trajtimin e ujrave të zeza, i cili pritet të nisë së shpejti. Parashikohet ndërtimi i impjantit të trajtimit të ujrave të ndotur në Kashar, me kapacitet maksimal përpunues për 94.000 metra kub në ditë, duke mbuluar nevojat e rreth 335.000 banorëve në këtë fazë të parë të zhvillimit. Një komponent tjetër kyç është ndërtimi i kolektorit kryesor për transportimin e ujrave të ndotur nga zona e pallatit me shigjeta deri në impjant. Erion, kur shoh këtë kronikën dhe kur shoh zotin Karakaçi, më kujtohet, po ja them emrin, dy miqve të mi që kanë qenë ministra shumë miq të mi, njëra Bileshoqe, Majlinda Bregu dhe zoti Genc Ruli, cilët më thonin të dy kur ishin në qeveri. Thonin kur na kërkon interpelancë Erion Braçe, dridhemi, se dim që nuk mund të shkojmë pa përgatitur. Pa e thonë, temi dy personalitetet Partisë Demokratike, do thoja unë, përtej, po e leo me anën politike jashtë, tash i mendosin ndihen këta ministrat e ri. Je kthyer stresin e qeverisë. E di çfarë më shqetëson mua. Dy gjëra. E para, unë për këtë interpelancë jam përgatitur gati 5 javë. Këto thonin dhe Ruli dhe Bregu. E kemi hallin që duhet përgatitemi shumë. Janë konsultuar të paktën për secilën të paktën 150 faqe, materiale, dokumenta, ligje, vendime të Këshillit të Ministrave, udhëzime, deri udhëzime të ish ministrit brendshëm të asaj periudhe që mbulonte edhe emergjencat nga zjarri, se Emir Tahiri të kështu me radhë. Sepse normalisht kur shkon atje, unë këtë gjykoj gjithmonë që shkoj për të folur qytetarëve, jo për të folur ministrave. E para gjë kjo. Dhe që natyrisht e gjithë kjo gjë kërkon që edhe pala tjetër, ose i interpeluar në këtë rast që është ministri, duhet ketë këtë nivel përgatitje. E dyta gjë që duhet, që kjo më shqetëson dhe kjo më shqetëson si socialist, si antari kryetësisë Partisë Socialiste, si deputeti Partisë Socialiste e kështu me radhë. Shiko, sjellja e ministrave në një sallë kuvendi, që është një sallë politike, pra seanca plenare, është një proces praktikisht politik. Në kuvend është show politik, pasi puna e parlamentit zakonisht bëhet komisione. Po pra, nuk është komisioni ku ti mund të diskutosh dhe argumenta teknik. Po. Pra, sjellja e ministrave, tërësisht si teknik,
pa mbajtur asnjë lloj pozicioni politik. Po s'është pa e tyre, Asnjë lloj, të lutem, ta mbaroj. s'është pa e tyre, se nuk janë figura politike, shumica prej tyre. Po kërkon të gjej fajtorin? Jo pra. Jo, t'ja për shemër. Sjellja e tyre, tërësisht teknike në sallën e kuvendit, mua më shqetëson jashtë masë. Sepse mirë, dakord, në raport me mua e mbajnë këtë qëndrim, por në raport me opozitën, si mund të sillesh si teknik? E vërtet. Kur ata bëjnë thjesht politik. E dyta gjë, ka çështje ku ti duhet mbash qëndrime politike. Shiko se unë jam partizan. Jo thjesht me partizanin. Jam partizan. Do të thotë mbaj qëndrime. Mbam palë, po je palë. Po mbaj qëndrime, unë jam palë, Unë jam palë. Po tani të zhvillohet një debat i tërë për çmimin e hidrokarburëve në këtë vend, për sistemin fiskal e tjerë me radhë, dhe të mos mbaj ministri asnjë qëndrim politik për këtë, kur modelin e taksimit ne kemi trashëguar nga një qeveri e mëparshme, që ishte qeveria e Sali Berishës. Pra modelin e taksimit, TVSH, akcizë, taks qarkullimi brenda çmimit të karburantëve, ne kemi edhe taks karboni, ne kemi trashëguar nga ta. Po ne kemi zgjedhjet tonë politike nivelin e taksimit. Dhe i kemi zgjedhur edhe për të bërë drejtësi, edhe për të mbrojtur konsumatorin që harxhon pak, po në krahun tjetër edhe për të mbrojtur ambientin nga ndotja. Tani mos mbash një qëndrim politik. Unë nuk e pata për turp, ta thosha në sy edhe të atij që udhëheq opozitën sot, po edhe të atyre deputetëve që janë atje që e kanë këtë narrativën taksa, që është narrativ praktikisht e një tregu që është abuziv. Pra nuk e pata problem ta mbaja qëndrim të mbaja një qëndrim politik dhe të mbaja një qëndrim politik edhe në emër të partisë time, Partisë Socialiste. Po që këtë qëndrim mos ta mbaj ministri, ky është vërtet një problem. Dhe në krahun tjetër, kur qëndrimet teknike shkojnë dhe fitojnë mbi një ekuilibër edhe brenda partisë pastaj, kjo është Sepse ti mund të kesh një qeveri teknike, edhe pse ajo ka një ngjyrim shumë qartë politik. Po ti nuk mund të kesh një parti teknike. Dhe kjo më vjen të plas, që mbas 30 e kusur vitesh, ne të shkojmë drejt një partie teknike. Çfarë do të thënë parti? Po sidomos një person kaq politik sa ty nuk mund ta pranoj këtë lloj temi transformimi. Edhe këtu s'kemi debat, sepse gjithë e dim temi çfarë kafshë politike, e them si kompliment. Erion, ti e ke shprehur qartë vullnetin tënd që do të kandidosh për Bashkinë e Tiranës vitën e ardhshëm? Tash edhe pas 3 muajsh ma bëni këtë pyetje për prap? Jo, e di pse e them këtë, sepse e kam shumë seriozisht Sokol, unë nuk tallam asnjëherë me njerëzit. Jo, nuk e diskutoj. Veçanërisht tu në Tiranë. Jo, e keni pse them unë seriozisht? Në faktën ne kemi dëgjuar zonin Rama që pas asaj që ndodhi Eroni tjetër, që zgjodhi Ogertën si kandidate. Pra, ishte zgjedhje politike, kuptohet. Dhe nuk e kam dëgjuar zonin Rama, nuk e kam, po njoftoj, po e tha, tash, atë që e keni edhe zgjedhja është tjetër gjë dhe njoftimi është tjetër gjë. Po ti sapo e the që jeni këtu parti teknike, pra. Po mi dakord, po unë pra, ideja është, po nuk e kam dëgjuar zonin Rama që ta hedhi poshtë këtë. Pra, keni komunikuar me kryetarin? Jo, unë nuk kam komunikuar dhe nuk është mungesë respekti kjo gjë. E kam thënë dhe do vazhdoj ta them këtë gjë, nuk ka lidhje me respektin tim ndaj kryetarit Partisë Socialiste apo kryeministrit, aq më tepër ndaj Edi Ramës, të cilin unë e kam konsideruar mik, me thënë drejtën. Pra, nuk është kjo. Por ajo që po kërkoj unë është një proces. Është një proces demokratik që duhet ndodhi brenda kësaj partie, edhe që duhet konkuroj atë procesin që deri tani është thjesht një njoftim i vendosur në mur. Edhe muri një herë është kryesi, një herë është asamble, një herë është një gjë që ka edhe më shumë se sa asambleja, pra më shumë se sa deputetët, se ka qenë njoftim edhe thjesht në murin e deputetëve kështu me radhë. Pra, kjo praktika me njoftime është një praktikë që unë e kundërshtoj, afërmendsh. Dhe ajo që kam kërkuar në këtë rast, për sa kohë që janë zgjedhje të përgjithshme vendore, është një proces demokratik brenda Partisë Socialiste, ku masa e anëtarëve të thritet, masa simpatizantëve të thritet, masa e të majtëve që ne na votojnë të thritet për të zgjedhur me vot të drejtë për drejtë, përfaqësuesin që ata dëshirojnë t'i përfaqësojë në Bashkinë e Tiranës. Dhe natyrisht edhe rrugën. Ju përkoni primare, mos atë. Po unë e quaj një proces. Se këtu është deformuar për shkak të asaj që ndodh PD, po. Nuk e kam timin këtë proces që po kërkoj.
Unë dhe Edi Rama jemi bërë bashkë politikisht që në 2003, kur ai kandidoi për kryetar partie. Për herë të dytë. Unë mendoj që jeni bërë pak më herët, jeni bërë në janar 2003-shit, me Komisionin Hetimor Parlamentar. Në 2003-shin thash. Jo, po them në proceset e brendshme partijake. Ajo e Komisionit Hetimor Parlamentar është ashtu siç e thoni juve. Edhe po ju bashkohet me Ramën në momentin që le të themi Nano në një farë mënyrë tentoi ta përjashtonte. Po nuk e pranoj dot këtë gjë Sokol. Unë brenda shtëpisë time nuk e pranoj dot këtë gjë. Dhe e kanë bërë jo vetëm me Ramën, po e kanë bërë edhe kur Rama nxori nga lista Arben Malajn, Arbeni Sarajin, Ilir Gjonin e kështu me radhë. Kanë bërë në kryesi të Partisë Socialiste këtë gjë. Kështu që e kanë bërë kohë pas kohë me ju mendoni që kjo do ndodh? Sepse kam dashur që brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë të ketë një kohezion. Nuk biem dakord për shumë gjëra, ama jemi të gjithë atje brenda. Patjetër. Domethënë, unë nuk e pranoj që ambienti jashtë Partisë Socialiste të shërbej si një fush ku ti merr harkun edhe lëshon shigjeta brenda Partisë Socialiste. Jo, mund t'jesh atje brenda dhe e ke gjithë lirinë ti thuash atje brenda këtë gjëra. Atje brenda këtë gjëra. Pra, po them që unë këtë kontestoj. Dhe në krahun tjetër, ajo që kërkoj është një proces real energjizimi i Partisë Socialiste. Sepse unë jam i bindur që na duhet një energjizim për te i këtij që thuhet se po ndodh tani me 2 antar burra dhe 2 antar gra të rinj partie që duhet i bëjmë antar në çdo organizat partie. Nuk është ky energjizim. Energjizimi është ta thrasësh popullin socialist dhe t'i japësh atë që ti kërkove në 2023-shin, atë që ishte platforma jote në 2005-ën, dhe me cilën unë bashkova, dhe që është eksaktësisht përgjegjësitë janë të parit, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme socialistët zgjedhin me votë njerëzit që duan t'i udhëheqin, duan t'i përfaqësojnë dhe në krahun tjetër rrugën që ata duan të ndjekin për të arritur qëllimet e tyre. Kaq e thjeshtë. E kam qartë, në këtë moment Ogerta Manasiliu do të jetë kandidati, njoftim që e ka dhënë Rama disa herë. Dhe ju jeni për një proces. E di kush është frika që kam unë Erion është që edhe nëse do të jeni ju kandidati i ardhshëm i Partisë Socialiste për Tiranë, do ndodhi po në të njëjtën mënyrë. Pra do ketë sërish një cop letër, do ketë sërish një deklaratë. Dhe pyetja ime, dhe këtu del gazetari. Si do të ketë? Pra do ketë një deklaratë të Erion Braçi. Jo, nuk e pranoj. Nisë, këtë të dy. Pra, nëse Edi Rama del nesër dhe thot, jo, garë nuk do ketë, primare nuk do ketë, po do jetë Erion Braçi kandidat për Tiranë. Ju do ta pranoni? Jo, Sokol, nuk fiton zgjedhjet kështu. Një nga arsyet pse unë s'kam folur me Edi Ramën është eksaktësisht sepse nuk dua që kjo që po kërkoj të ketë si përgjigje një favor apo një qok. Nuk e dua këtë. Nuk e dua. Nuk fitojnë zgjedhjet me qok dhe me favor. Me një qok karriere apo me një favor. Për më tepër që unë nuk po kërkoj një stacion karriere, Sokol. Unë po kërkoj një punë. Pra ju po kërkoni proces. Ju po kërkoni proces. Të lutem. Unë po kërkoj një punë. Po kërkoj një punë. Sepse unë Bashkinë e Tiranës e mendoj si punë. Ka që e mendojnë si një stacion karriere. Ka një pjesë tjetër që e mendojnë, apo e perceptojnë si një element, një sekond, si një element të rëndësishëm për të qenë pasardhësi. Jo, e ka dëmtuar shumë Bashkinë e Tiranës dhe shërbimin ndaj qytetarëve të Tiranës, perceptimi që ku shkon atje është automatikisht kryeministër, është pasardhësi në këtë rast, e në krahun tjetër perceptimi që të shkosh atje është një stacion i rëndësishëm karriere e tjerë me radhë. Unë mendoj që ajo karrige nuk ka rehat. Nuk ka rehat ndërkohë që në Tiranë mund t'jenë 1 milion gropa në për rrugët e qytetit dhe në për rrugët e gjithë periferisë ndërurbane, si quhen, ndërurbane apo edhe rurale të këtij qyteti. Nuk mundet më t'jetë karrige rehati kur lagjet të tëra marrin ujë me 4, 5, 6, 7 orë në ditë. Nuk mundet që ti ta harxhosh 1 orë për të dalë nga lagja jote në mëngjes dhe 1 orë për të gjetur parkim në lagjen tënde në mbrëmje. Dhe nuk mundet që ti të gjendësh çdo mëngjes para një surprize në lagjen tënde, që herë është një kull 28 kate, herë është një pallat 8 kate, herë është një bllokim që ta ka bërë 8 kate, 20 kate, mos shifte bashkia. Ti e di ku duhet të shikosh. Po jo, për atë po flas. Po pse si mendon që kjo gjë më pëlqen? Sokol, kam kuptuar gjatë këtyre muajve që Tirana ose territorin Tiranë nuk pa administrohet sipas planit të BE-rit, që është një dokument ligjor shumë i rëndësishëm për mirëqenien urbane, e quaj unë, të qytetarëve në të. Jo.
Dhe natyrisht ky është një problem shumë i madh midis bashkisë edhe midis qeverisë. Unë patjetër që e pëlqej këtë historinë që arkitekt nga e gjithë bota ndërtojnë veprat e tyre në këtë qytet, po ama duhet ketë një ekuilibër midis atij plani dhe këtij plani. Ashtu siç duhet ketë një ekuilibër midis ndërtimtarisë apo ndërtimit si sektor dhe mirëqenies së qytetarëve në këtë qytet. Dhe që është e para është mirëqenia urbane në këtë qytet. Shiko, furnizimi me ujë e thashë edhe sot atje në atë interpelancë, si ky ishte qëllimi edhe interpelancës së dytë që bëra me ministrin e infrastrukturës. Shiko, furnizimi me ujë, largimi i ujërave të ndotura, një ambient i pastër, një mjedis i gjelbër etj. Ore janë duhet perceptohen si të drejta themelore të njeriu të atij që banon në këtë qytet. Të banon në këtë qytet. Nuk kam unë thjesht të drejtën të blej një fjetinë atje edhe të vazhdoj të ri në atë fjetinë. Jo. Unë blej një si banimi dhe që më ofron në rreth e qartë dhe në tërsinë e tij të këtij qyteti mirëqenie urbane. Të qenit mirë në këtë qytet. Dhe një jetë kemi dilema në kjo lloj Tirane që kërkoni ju, a bëhet dot sot, po do të pyes për këto, po fillimisht të them diçka tjetër. Sigurisht situata në Tiranë është krijuar dhe për arsye, le ta quajmë objektive, në sensin që ju Këtë vitin e fundit po. Këtë vitin e fundit po. Po është para një vite gjysmë për arsye. Por këtë se këtu dua dal. Ju keni qenë kritik ndaj Bashkisë Tiranës edhe për shumë vite me radhë. Jam i saktë. Sa kohë që para fytyrës më ndërtohet një pallat, pa më thënë, pa më marrë miratimin, sa kohë që para fytyrës time në balkon vjen ai bishti i Vinçit, edhe unë zëvendës kryeministrit duhet marr policinë në telefon që të vi policia aty prezant dhe të shmontoj Vinçin. Patjetër që kam qenë kritik. Pra diçka ka shkuar keq toni ju, gabim edhe më përpara? Është prishur ekuilibri midis ndërtimit edhe qytetarit. Është prishur ekuilibri. Për vite të tëra me radhë, që ta themi siç është gjëja, por ama situata që kemi sot dhe që unë e krahasoj me situatën nga pikpamja ligjore, e kontrollit ligjor të territorit apo shërbimeve, është thuajse në vitin 2000. Kur Edi Rama hyri në Bashkinë e Tiranës. Pastaj, situata e punëve të bashkisë dhe e marrëdhënies me institucionet e tjera që unë po e vuaj në selit prej një vitit tërë që flas, komunikoj me njërin, komunikoj me tjetrin, ul në tavolinë, mundohem t'i bëj bashkë edhe ajo rruga nga nën stacioni i Selitës e deri sipër në Kodën e Diellë, nuk bëhet, është fiks si në 2003-shin, kur zotëria mori sopatën dhe vajti preu vetë shtyllën e ja, po i shikojmë disa pamje, regjia na jep disa. Do është në mes të bllokut. Shikoni, atje mbrapa janë garazhet të 6 familjeve. Janë garazhet 6 familjeve atje mbrapa. Tani, më thoni mua se ku është ekuilibri këtu, midis ndërtimit. Atje po ndërton një ndërtues që unë e njoh për burr të drejtë edhe për burr të ndershëm, me thënë drejtën. Edhe një nga ndërtuesit më të mirë në këtë qytet. Nuk ja kam thënë ndonjëherë, s'm ka rënë rasti të komunikoj me të, pavarësisht se jemi përshëndetur në rrugët e bllokut ku ngam edhe punën, por nuk ja kam thënë asnjëherë. Por ajo që mua më shqetëson është ky lloj ekuilibri. Aty do bëhet një ndërtesë jo e lartë. Është diku ke 4 e gjys. Bashkë me 4-9 mund të jetë diçka më tepër, po mbi sipërfaqe ka qenë një plehërishte, një ndërtesë e degraduar më herët e tjerë me radhë dhe kanë marrë përsipër të ndërtojnë. Jo një objekt komercial, se me thënë drejtën, të ndërtosh sot 4 në Tiranë nuk ka leverdi ekonomike, me thënë drejtën. Po ka marrë përsipër ndërtoj atë. Ajo që më shqetëson mua dhe që pse vajta unë atje, është pikërisht marrëdhënia me banorët që kanë pronat aty. Janë banorët aty pallati aty Matan. Dhe janë 6 parkingje me certifikat pronësie që kanë hyrje dhe dalje pikërisht në këtë ambientin që tani po bëhet që është ndërtimi. Tani, ky ekuilibër duhet vendosur Sokol. Ne kemi të gjithë procesin e leje dhënies për ndërtim pa qytetarit, pa ambientin rreth e qartë. Nganjëherë ky proces duket sikur kur mora vesh që në Irfan Tomini u vun tabelat atje që do ndërtohen 6, 4, 9 dhe 28 sipër, thash, në Irfan Tomini 28 kate mbi nivelin e tokës. Vetëm këtu ka 28 kate në një lagje të ndërtuar me pallate peskaçe. Këtu ka një problem politik. Jo, po them, ka një problem politik. Ta mbaroj. Unë e kam qartë sepse pra po them, shumë vjet në Tiranë ndaj mendimin tuaj. Ky lloj ekuilibri është prishur. E vërtetë. Dhe
mos përfshirja e qytetarëve që jetojnë atje në procesin e leje dhënies ju nuk po kërkoni thjesht. Është e dëmshme, është e dëmshme. Vetëm që ta keni ju e keni qartë, po ta keni qartë qytetarët. Që ju nuk po kërkoni thjesht një punë. Më punë është kjo? Jo. Pse ç'është? Jo. Ju po kërkoni të ndryshoni politikën, po? Radikalisht mënyrën se si politika shesh zhvillimin urban të metropolit. Dhe problemi, doppio problemi, është që këtë vizion e ka kryeministri, kryetari i partisë tuaj dhe ish kryetari i Bashkisë Tiranës. Le themi, siç e tham, pra është KKT-ja apo si quhet tani? Pra ka firmën e kryeministrit. Ashtu quhet akoma, se kam iden. Pra ka firmën e kryeministrit, nuk ka firmën e kryetarit të Bashkisë. Qoftë atij zgjedhur politikisht, qoftë asaj të komanduar që për sot nxyrën e Rënvelis. Sokol, unë mendoj që Tirana duhet vetë qeveriset. Kjo është gjëja e parë, edhe themelore. E dyta, kur unë them që dua këtë punë, kjo nuk përjashton të bërit politik në atë punë. E kam dëgjuar, ma thonë edhe vazhdimisht, ma përplasin në fytyrë, që kryetari i Bashkisë është drejtor komunale. Jo, drejtorin e komunales do emëroj unë. Kryetari i Bashkisë është i pari i një pushteti të krijuar nga vota e njerëzve në nivel vendor. Dhe i pari i këtij pushteti, patjetër që është atje për të bërë politik. Për të bërë politik në radhë parë dhe për të administruar qytetin në radhë të dytë. Politikat në funksion të administrimit të qytetit. Ky është koncepti im modest në këtë rast. Pra, unë nuk po shkoj atje që të mbuloj thjesht gropat në rrugë. Po edhe ti mbulosh, nuk është një gjë e keqe. Jo, ajo është themelore. Kur pash raportin e 100 ditëve të kryetarit të Bashkisë New Yorkut dhe thoshte atje ka mbuluar 120.000 gropa. Po jo, unë mbaj mend edhe kur Rënvelia e kandidoi 2015 në fol për 3.000 problemet e vogla të Tiranës. Po mirë, dakord. Ashtu nisi dhe Dakord. Kjo është detyrë e përditshme. Kjo është detyrë e përditshme edhe duhet ndarë me ata njerëz. Por ama themelore mendoj unë është ndarja e pushtetit. Që do thotë, ne sot kemi një sitë administrative 15-16 të tilla bashkë me çka ka në periferinë rurale të Tiranës, pas një lloj kompetence, ose me kompetenca fare formale. Po si mund të qeverisë një njeri i vetëm, një territor nga Shëngjergji atje Matan deri në Ndroq apo në fundin e Ndroqit atje në fund. Dhe si mund ta qeverisë? E vërtet. Pa patur këta të tjerët atje. Pra, edhe kjo reforma që po diskutohet administrative, për te kufive që janë bërë mollë sherje, për te numrit të bashkive që duhet jenë tema, e para dhe themelore është të ndaj pushtet. Të ndaj pushtet, të delegoj pushtet. A mund t'ju pyes për këtë? Sepse kam pasur dhe zotin Mazniku në emision, dhe sigurisht një nga idet ku besoj ka konsensus, po është ideja do jenë 6 apo 4 apo 8, është kjo çështja e rajoneve. Po nuk më intereson kjo fare. Ja, mund t'ju interesoj. Ta themu pse mund t'ju interesoj. Ta themu pse mund t'ju interesoj. Në qëndrohet këto, është gabim akoma dhe më i madh. Se këto po të pyes. Jo, është gabim akoma. Sepse në këtë moment kryetarët e bashkive atëherë, jo kryetarët e njësive, por kryetarët e bashkive do shndrohen në kryetar drejtor komunal. Po, patjetër, do kthehen drejtor komunale. Jo, nëse kanë marrë modelin italian në këtë rast, se në Itali bën zgjedhje për president e rajoneve. E rajoneve, kështu me radhë, po rajonet kanë kompetenca të rëndësishme atje, po bashkisë nuk e eliminohet absolutisht asnjë lloj kompetence. Si pushtet, drejt për drejt i zgjedhur me votë të qytetarëve. Shikojeni atë kryetaren e bashkisë së Gjenovës, çfarë po bën në Itali. Nuk është presidenti i rajonit të Toskanës, po është apo i Ligurias. Po. Në rastin në fjalë, por është kryetari e bashkisë të Gjenovës që po bën politika ekonomike, sociale, ambientale, infrastrukturore në atë territorin e bashkisë. Shikoni kryetarin e bashkisë së Romës. Nuk është presidenti i Lacios. Unë sa ishte Zingareti e ndiqja dhe kuptoja që presidenti i rajonit Lacios natyrisht ishte i rëndësishëm, se brenda tij ishte edhe kryeqyteti e kështu me radhë. Tu janë persona të zgjedhur, Po, janë të zgjedhur jo të emëruar edhe kanë kompetenca edhe të bërjes politikës rajonale. Po ama, shikoni që bën kryetari i bashkisë së Romës. Drejtorin e komunales po bën? Jo, nuk bën drejtorin. Por, dhe kjo është pyetja. Po bën politika të mirëfillta që shkojnë drejt, shkojnë deri tek administrimi i pasurive kulturore të Romës që janë pafund atje. Erion, se me ju mund 33 orë dhe nuk mbaron temi dëshira për të biseduar për shumë tema.
Kjo edhe për fatin e keq se nuk ka opozim të vend dhe ju jeni opozitari më serioz i për shumë kohësh. Jo, më ka opozit, por që nuk merret me këto gjëra. Opozit me gjëra banale, merret me nënën njërit, motrën tjetrit. Po kjo s'është opozit, pra. Po çfarë them unë? To janë çuar të lagjeve nga trotuar në trotuar. Prandaj s'do të flisja për opozitën. Jam dakord me ju. Te kjo pika jam dakord me ju. Për fat keq jam dakord. Por ajo që po thoja unë Shiron, ju nuk do të pranoni të emëroheshit. Eksakt, na iku kjo gjë. Në pozicionin e kryetarit të bashkisë, ju kërkoni një proces të gjashtë në primare. Se zgjedhjen në Tiranë nuk fitohen me njoftime. Zgjedhjet Tiranë. Dhe e dyta, fitohen me energjizim të gjithë asaj mase që kanë mbështetur në vite Partinë Socialiste. Dhe e dyta ju me energjizim dhe përfshirje të gjithë popullit socialist, popullit majt në këtë qytet. Dhe natyrisht edhe jashtë ti, po brenda Partisë Socialiste njëherë populli i majt. Dhe pastaj në zgjedhje të tjerë njerëzve që janë shumë më tepër edhe sa populli i majt. Ndërkohë, ne të dy folëm dhe jam dakord që ekziston rreziku shumë me këtë reformën e re, nëse presidentëve apo kryetarëve të rajoneve që do të jenë zgjedhur dhe ata, do të jepen super kompetenca dhe do të ishin kryetarët e bashkive, edhe me këtë ju nuk do ishte dakord. Pra dhe në këtë rast për fat të madh, dhe për fat të madh, gjitha kjo do ndodhi para zgjedhjeve. Po do ndodhin korrik, pra. Pritet ndodhin korrik. Pra, le të themi ju nder korrik mund ta sqaroni që ndoshta edhe mund mos jeni. Patjetër. Mund mos jeni interesuar më për të kandiduar për Tiranë. Nëse ka një gjë të mirë që po bën kolegu Mazniku, është që e ka ndërtuar si proces diskutimi edhe me deputetët, edhe sipas qarqeve, edhe me kryetarët e bashkive, të gjithë këtë. Edhe është transparent, është live. Jo, është transparent. Më vjen shumë mirë që e ndan me të gjithë. E ndan. Po ju po mbani shënime ndërkohë. Jo si në rastin e rregullores që s'u ndan me askënd. Po them të paktën kjo gjëja po ndahet. Dhe po ndahet me të gjithë. Ashtu siç edhe kolegu Gjiknuri e ndan kohë pas kohe në mbledhjet që ne bëjmë, jep informacion pikërisht me atë që po ndodh me reformën zgjedhore. Dhe janë procese shumë të mira që ndodhin brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe pastaj. Por nëse këto dy gjëra nuk ndodhin, nëse nuk do ketë një proces, dhe nëse do ju hiqen kompetencat bashkisë, do jepen, do bëhen supermen dhe super women kryetarët apo kryetaret e rajoneve. Jo, nuk dua të bëhem kryetar rajoni Sokol. Jo, punash do bësh më pas, do të riqesh nga. Ja, eksakt, ja dua ta them, se janë të ndara. E para mbi të gjitha kjo çështja e reformës ka këtë avantazhin që është në kohë para se sa të shkojmë drejt zgjedhjeve lokale. Dhe natyrisht, do vota kjo reforma. Do vota. Kjo është kërcënim? Kjo është e para. Jo, s'është kërcënim. Domethënë, unë do mbroj qëndrimet e mia. Pra do votoni kundër reformës tjetër. Dhe qëndrime, jo, do mbroj qëndrimet e mia, nuk them do votoj kundër a priori. Por do mbroj qëndrimet e mia deri në fund. Qëndrimet e një grupi të madh kryetarësh bashkie që kanë fituar një përvojë shumë të madhe në administrimin e Po që qëndrimi juaj këtë verë nuk ju duhet një grup i madh kryetarësh bashkie, ju duhet një grup deputetësh. Sokol, mua më duhet fryma. Mua më duhet fryma në radhë parë. Janë ata kryetarë bashkie që administrojnë ato territore. Dhe janë ata kryetarë bashkie që kanë edhe një kontribut shumë të rëndësishëm politik në rezultatin politik të atyre deputetëve dhe të Partisë Socialiste vetë. Pra, nga ky proces nuk duhet shmangur, relativizuar, mos dëgjuar asnjë prej këtyre faktorëve që kanë fituar përvojë në administrimin e pushtetit vendor. Kjo është e para. E dyta, dhe këtu vim tek procesi tjetër. Shiko, unë mendoj që jemi vonë për atë proces që unë po kërkoj. Jemi shumë vonë. Sepse unë mendoj që fushata elektorale që kam parë në Tiranë nuk mjafton për të fituar Bashkinë e Tiranës. Nuk mjafton. Unë jam mësuar aty ku jam qenë që të shkoj 2 herë në territorin e të njëjtës qendër votimi, madje 2 herë edhe në lagje që mbulon ajo qendër votimi. Veçanërisht në fshat. Kjo është jetike e domosdoshme dhe pa e parë fshatarin në sy, ti nuk jam merr dot votën, sikur përmbys të kthehesh. Përmbys të kthehesh. Pra, ajo që unë kam ndjerë në Tiranë është pikërisht mungesa e këtij kontakti të drejt për drejt midis kandidatëve të zgjedhurve dhe qytetarëve. Po e ndjej në çdo rrugë të Tiranës, në çdo rrugë të Tiranës sot. Kudo që ndaloj dhe flas me të, i them, po mirë se këtu ke një deputet. Flet me të kush është? Kush është? Ndërkohë që kjo gjë nuk ndodh në njësi numër 5. Njësia numër 5 kishte 4 vjet pa deputet. 4 vjet. Për mënyrën se si votoi dhe për mënyrën se si partia delegon të zgjedhurin e saj, që njëherë merr çon Kukës, njëherë merr çon Ersek, njëherë merr çon Kavaj, njëherë sjell në Tiranë, njëherë çon këtu që merr që s'ka asnjë lloj lidhje. Territori është territor politik dhe elektoral që duhet ta mbuloj
një qenie politike që është... Politika është territoriale, patjetër. Që është deputeti. Dhe, eksaktësisht, këtë jam munduar të kristalizoj në harkun e një viti, që ajo zonë tani e di se ka deputet, e ka aty, nuk e ka në zyrë, unë kam refuzuar. Shiko, ka pasur një presion shumë të madh, që pse s'vjen ky në zyrë, nga dy drejtuesit e partisë atje në 105. Pse s'vjen ky ke zyra, pse s'flet me ne etj me radhë. Shiko, ty shka ajo zyra, do të thotë që të pranosh jo vetëm opinione, po të pranosh edhe gënjeshtra. Unë kam preferuar që të vërtetën ta mësoj drejt për drejt nga njerëzit. Prandaj jam shumë më tepër në rrugë se sa në zyrë. Dhe kur pyesin njerëzit ku e ke zyrën, ja këtu ku po flasim bashkë. E kam zyrën. Eron, se më duhet ta mbyllim. Pra, le të themi, në rast se do të ketë një proces transparent të zgjedhjeve, për zgjedhjet e kandidatëve brenda Partisë Socialiste, dhe nëse reforma territoriale do t'ju bind që nuk kesh kompetenca bashkive. Përkundra, duhet delegoj kompetencë. Dhe ja jep drejtuesve të rajoneve që do të jenë ata zgjedhur, ju do pranohen të jeni kandidat për Tiranën. Edhe nëse Ogerta do të jetë kandidate për president e rajonit? Çfarë do të jetë? Kandidate për shkak për president e rajonit. Këto janë të gjitha gjëra që merren me mend. Unë jam mësuar që të flas për gjëra që i për shtypje janë, po më dalin për shtypje. I dëgjoj po më dalin për shtypje. Po mbase tash nuk di çfarë. Për shtypje janë. 12 pond për shtypje. Këtu e radhite. Këtu e radhite. Tani një sekond. Shiko, unë jam mësuar të flas se nga një herë edhe ajo që unë bëj atje duket si opozit. Në fakt edhe ajo që bëj atje në parlament, edhe kjo që bëj në rrugë, e kështu me radhë, se më shkruajnë, thotë, ore, kujt po ja thua atje në pushtet etj me radhë. Janë ballafaqime të vërtetën. Dhe ajo që mua më pëlqen është që të them vërtetën, e të vërtetën faktike. Mbi të, po patjetër mund të kemi opinione të ndryshme mbi të vërtetën, asë kjo është demokracia, në fund fare. Në këtë vend kemi shkuar edhe në interpretime të ndryshme të një fakti që ja bën mua. Po që rëndësi ka është mendimi atij tjetër, unë e respektoj, ai ashtu do të mendoj. Por ajo që unë dua të them është që të operojmë mbi baza të vërtetë. Unë nuk e di se si do ndërtohen rajonet, do ndërtohen apo jo rajonet një herë, apo do shkoj deri në fund kjo reformë. Unë jam i prirur që të shkoj. E dua shumë një reformë të tillë që delegon pushtet edhe nga qeverisja qendrore në qeverisjen vendore, delegon financa edhe nga qeverisja qendrore në qeverisjen vendore. Për shembull, është një çështje shumë e debatuar, çështja e taksave të ndara. Jo thjesht çështja e ndarjes së të ardhurave nga renta minerare, po taksave të ndara, që janë taksat mbi të ardhurat apo taksat edhe tatim mbi vlerën e shtuar, patjetër që duhet shkoj brenda atyre territoreve. Jo në atë mas që të shkeli ekuilibrat e të lërë territore të tëra pa asnjë që ndarë nga buxheti i shtetit, por në një ekuilibër të caktuar që Nëse do flasim për këtë, për projektin tuaj, për projektin tuaj flasim. Por po them, si jemi akoma në nivel politik diskutimit për kandidimin tuaj. Nuk kam një fytyrë. Doni më, a do ta lë? Jo, thelbi. Jo, dakor, unë e kuptoj dhe jam shumë dakord me ju që se kjo ka qenë dhe ankesa kryesore në mbajmërinë e Ramën atëherë në prill, maj 2002 kur i Ramë grusht, moment e hotel Tirana, çfarë bëjmë dha me Tiranë me 5 milionë lekë që më jep pandi Majko. Ja ku sheke sot prapë në gjitha pozitat atë. Ky është problemi që unë mbaj mend shumë. Edhe nuk të rishim asnjëherë nga ato që kam mbështetur. Këtë kam problem dhe unë, Erion. Në herë të mbash mend shumë të kohë është problem. Pyetja ime e fundit. Është rrezikshme, a? Problem. Pyetja ime e fundit. E kam vënë titullin e emisionit sot jo një tjetër Erion për Tiranën. Po nuk është cinike kjo gjë. Është cinike kjo gjë. Ju do jeni një tjetër Erion? Unë kam kërkuar apo do jeni një Erion tjetër? Së pari mbi të gjitha, unë kam kërkuar që... Se burë, më përqeo nga pamja lingvistike. Ju do jeni një tjetër Erion, apo një Erion tjetër? Loj fjalësh është. Loj fjalësh është, po unë mendoj që ka gjëra thelpsore edhe në këtë fjalin që ju thonë. Së pari mbi të gjitha, unë nuk kam se si mos them që kërkoj një proces të drejtë edhe për Erionin që është aktualisht kryetari i Bashkisë Tiranës. Dhe natyrisht në ato parime kushtetuese. Nuk kam qenë dakord me Erionin për qëndrimin e tij apo ato objeksionet e tij drejt për drejta për kundrejt prokurorit. Dhe ja kam thënë edhe njerëzve që e mbrojnë që unë do doja të dëgjoja të vërtet në Erionit, jo të vërtet në Erionit për prokurorin, po të vërtet në Erionit për Erionin. Po thash, thelbi është një proces i drejt, i rregull, ligjor, kuzëtria, deri në fund, prezumohet i pafajshëm. Dhe ky
duhet jetë një parim kushtetues, jo vetëm për Erion. Sepse kam një shqetësim për të tjerë njerëz që nuk kanë qenë në nivele të larta të politikës, po që janë aty në nivele të mesme të administratës, apo të shërbimeve publike, të cilët janë në burg prej 1-2 vite, janë në paraburgim, në paraburgim. Burg është ai në çdo rast. Po burg, po ka një dallim midis burgut. Dallimi është ligjor. Po nga pamja njerëzore është burg. Unë mendoj dhe u habitën ca kur e thash këtë gjë. Unë mendoj që burgu është një institucion i vuajtjes së dënimit, jo i pritjes së dënimit. E vërtet. Jo i pritjes. Ka raste të posaçme, po të veçanta. Patjetër, kur ti vret, kur ti trafikon fëmijë, gra, vajza, njerëz, kur ti trafikon armë, e ku di unë tjerë me radhë, po patjetër që burgu atje është, dhe për këtë tipologji, po për tipologjinë që mund të ketë gabuar, edhe mund të ketë gabuar nga pikpamja administrative. Nga pikpamja administrative, mund të ketë bërë gabim në punë. Paraburgimi është i tepërt. Është i tepërt, për më tepër kur se ke pyetur asnjëherë në 1 apo në 2 vite për atë që e akuzon. Do thënë, kur e them këtë gjë, kam parasysh këta njerëz në radhë parë, pastaj edhe qeniet politike që apo profesorët politik që janë sot përballë drejtësisë. Pra, njëri aspekt është ky. Aspekti tjetër ka të bëjë me çfarë do jem unë, më pyete. Po pra. Mua më thon Braçë, Sokol. Erion, faleminderit që sot, besoj që e hape parantezën për intervistë tjetër shumë shpejt, kur gjërat sqarohen, jemi afër korrikut, besoj dhe atëherë nëse temi reforma do marrë votën tuaj si deputet, pra votën tuaj politike. Edhe më merak kam Sokol që koha apo ikën. Koha apo ikën. Dhe kohë për punë nuk ka asnjëherë mjaft. Dhe Tirana mbetet gjithmonë një sfidë fortë, një sfidë e vështirë. Tirana nuk është më Tirana, Tirana është Shqipëria sot që flas. E vërtet. Erion, faleminderit që shumë krejtësisht në program, shpresoj të jemi sërish. Ishte me Erion Braçë, soni një super intervistë me personin i cili sfidon dhe Edi Ramën, po natyrisht duke vazhduar. Ta ketë mik atë. Ja prap. S'është sfidë, mo, nuk është sfidë. Po sfida nuk është e keqe, mo. Po jo, mo, nuk është sfidë, po jo, mo, nuk e kam sfidë, nuk kam dalë të sfidoj dikë. Jo, mo, nuk kam, ore, po kërkoj punë, o Sokol, po kërkoj punë. Se kemet pa punë? Po, mo, po kërkoj punë. Okej, e mbyllim me batutën e Braçës, shihemi tonë në ora 8, deri atëherë unë Balla natë mirë. Që nga 1912 ky është projekti politik më i rëndësishëm që ka Shqipëria. Nuk po them